kush janë fuqit bas, që neve ti kemi parasysh nëse duhem të marrim maksimumin nga biznesi. Nëse dikush është në nivelin e drejtuesit të një departamentit, në një funksion të caktuar në organizat, ai duhet ta di pse ekzistojnë funksione të tjera. Kush janë fuqit? Edhe ai që nuk është, edhe përsëris vazhdimisht, edhe ai që nuk ka një nivel të caktuar në organizat, duhet ta di. Ai duhet di se si drejtohet një organizat. Edhe ai duhet jetë kaq i mençur të di çfarë lloj organizate është organizata ime. Çfarë lloj drejtuesi është drejtuesi im? Çfarë lloj CEO është CEO im? Si mund ta ndihmoj unë atë personin që organizata të bëhet më e mirë, se po bëhet organizata më e mirë, atëherë edhe unë do kem sukses. Nëse ti je në një skuadër e cila ajo skuadra është fituese, ti je fitues. Nëse je në një skuadër e cila humbet, ti s'ke asnjë vlerë, pavarësisht që mund të jesh lojtari më i mirë. Kush janë disa nga fuqitë kryesore që bëjnë diferencën në biznes? Boshti i gjithë fuqive është qartësia, është drejtimi, ajo që bën diferencën. Janë funksione të tjera të cilat rreth kësaj gjë që ti si sipërmarrës, si lider, si CEO i biznesin ton, e drejton biznesin dhe janë gjitha këto funksione të cilat janë që të gjitha pjesë integrale të cilat një gjë të mungojë, problemi shtimat pastaj në rezultatin që do marrësh si organizat. Atëherë të gjitha këto janë fuqi. Qartësia është fuqi, mënyra si drejton është fuqi. Por dikush më thot, por janë fuqi pozitive ose negative. Nëse dikush nuk e di dhe nuk e kupton që duhet mjeshtruar të gjitha këto fuqit, që nga inovacioni, transformimi digital, që nga marketingu dhe brandi, që nga shitjet edhe mjetet, që nga financa dhe analiza e fuqive financiare edhe juridike, dhe deri tek operacionet, edhe deri të kuptuarit të sistemeve dhe të kuptuarit të kulturës. Pse duhet unë që jam përgjegjës kryesor i drejtimit të biznesit tim, ti di këto gjëra, sepse duhet ndërtoj kulturë që nxit klient fanatik. Kjo tregon që gjithë boshti është brenda këtu të drejtimit dhe të qartësie. Dhe pastaj, nëse ne kemi qartësinë, mendësinë e dur, bindet e dura, pse si funksionon drejtimi? Çfarë do thotë që ti si drejtues si biznesit tënd, ti jesh i qartë, si të planifikosh, si të organizosh, si të kontrollosh, si të motivosh, si do të bësh diferencën ti në krahasim me të tjerët, se si do t'i mbash bashk të gjithë departamentet. E ti si mban bashk rritja e ndërgjegjësimit, rrit përgjegjësimin. E di pse? Sepse njerëzit, vetëm njerëzit kur e din punën e tjetrit e respektojnë punën e tjetrit. Përndryshe, do thonë puna ime është më e rëndësishme se puna e tjetrit. Financa është më e rëndësishme se ajo ka të bëjë me lekët. Marketingu është më e rëndësishëm se ka të bëjë me gjetjen e konsumatorëve edhe krijimin e tyre t'i bëj besnik. Ose shitja është më e rëndësishme. Vetëm kur e kuptojmë se si funksionon gjithë organizata, vetëm kur e kuptojmë se kush janë fuqit kryesore të organizatës, vetëm atëherë do kuptojmë që edhe sistemet janë rëndësishme, edhe kultura është rëndësishme, por edhe marketingu, edhe financa, edhe mjetet që do të përdorim, por edhe operimet që do të kemi parasysh si funksionon, edhe transformimi digital, edhe analizat prapë që është pjesë e financave. Pra të gjitha këto, nëse ne kuptojmë këto funksionet, atëherë do ta kemi shumë të lehtë. Vetëm kur ti ndërgjegjësohesh për funksione të tjera të cilat që të gjitha janë të rëndësishme, e di pse janë të rëndësishme, e di kush është rezultati i kompanisë, është si puna e zhënxhirit. Fortësia e zhënxhirit është barabartë me fortësinë e hallkës me të topët. Që do thotë, nëse ti nuk e kupton që ti duhet të mjeshtorosh që të gjitha funksionet, edhe inovacionin dhe marketingun, edhe shitjen dhe financën, edhe operimin në sisteme, dhe kulturën e dur, por edhe ti duhet të mjeshtorosh drejtimin dhe të qartësosh veten tënde dhe njerëzit, s'ke bërë asgjë. Sepse nëse financën e ke 5, të tjerët i ke 10, rezultati jo di kush është 5. Atëherë do më thuash ti do të jesh mjeshtër ti si drejtues? Po. Ti do t'i mjeshtorosh gjitha këto funksionet. Ti nuk mund të dish gjithçka, por du të dish diçka që është shumë e rëndësishme. Ajo diçka që është shumë e rëndësishme është kjo përgjegjësi që nuk delegoj qartësia dhe drejtimi jot. Si njeri që drejton biznesin. Dhe ti du ta kuptosh atë rolin atij personi që drejton departamentin e marketingut, atij personi që drejton inovacionin, atij që drejton financën, fuqinë e analizave të juridike,
ai që drejton operimin, logjistikën, prodhimin. Du të dish ti, është përgjegjësia jote. Kjo përgjegjësi nuk delegohet. Ke ti të dish gjitha këto funksione. Por ti nuk mund të bësh mjeshtër në çdo gjë, por ti du të kesh mjeshtra në çdo funksion brenda. Kaq e thjeshtë është. Kjo do thotë të mjeshtorosh biznesin tënd. Mjeshtorosh biznesin tënd, shikosh çfarë do të bëj unë. Po mjeshtërimi e di nga fillon? Nga mendja. Ne fillojmë krijojmë mendësinë e dur, bindjen e dur, vetëm bindja e dur nxit veprimi për të krijuar shprehje. Dhe shprehja bën të mundur që neve të krijojmë ajo që bën diferencën. Do më thotë dikush, pse qartësia është shumë e rëndësishme? Qartësia është fuqi. Do më thotë dikush, po pse? Fuqia krijon besim, liri, energji, përgjegjshmëri. Nëse ti nuk bashkon qartësinë me energjinë, ti krijon katastrofë. Nëse ti do të bësh diferencën, të krijosh qartësi dhe duke bashkuar pastaj me energjinë dhe strategjinë e dur të bësh rezultat dur. Prandaj them që qartësia është shumë e rëndësishme, edhe pyetja është e tillë. Çfarë ne kuptojmë, çfarë lloj qartësi? Qartësi ne do të shikojmë në të gjitha aspektet, kush janë rregullat, parimet, filozofia, kultura, kush janë vlerat që duhet të kemi brenda organizatë. Dikush më thotë gjitha këto fjalë kanë magji. Gjitha këto fjalë duhet të njohim, duhet të mëshirojmë neve. Ne do të dimë, jemi të qartë për organogramën, do të jemi të qartë për rolin, për përgjegjësitë që ka çdo pozicion brenda në një organogram. Do të jemi të qartë mënyrë si funksionon biznesi, procedurat do të jenë transparente. Nëse keni ndërtuar një organizatë që çdo njeri pret çfarë theti, s'ke organizatë, pastaj do shohim, ti thjesht ke një punë dhe ke bërë ca njerëz të cilët të vinë nga mbrapa se kanë nevojë për disa lekë. Ata janë njerëz që vinë nga mbrapa për lekë, do të lënë për lekë. Ta kesh në mendje një gjë të tillë. Pra është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë pse duhet të qartësojmë njerëzit. Neve brenda në agër çdo punonjës i ri duhet të qartësohet që në momentin e parë. Ai që në momentin e parë ne i japim edhe kulturën tonë, filozofinë tonë, i tregojmë se kush jemi, edhe ai thotë i përshtatem apo nuk përshtatem. Çdo punonjës i ri që futet në biznesin tënd, ai duhet të nënshkruaj kushtetutën, duhet të betohet, duhet të afirmosi se ajo është kushtetut. Vërtet ti beson tek ai, po duhet besoj dhe ai, atëherë do të krijojë të energji. Atëherë është ajo që bën diferencën. Ajo që është shumë e rëndësishme është që neve duhet të jemi të qartë për atë që duam, por duhet të jemi të qartë edhe për arsyen pse, sepse nesim të qartë edhe për arsyen, edhe sija bëhet më e lehtë. Prandaj është shumë e rëndësishme që neve të qartësojmë këto gjëra, të qartësojmë vetes njerëzve tonë. Ne do të qartësojmë, do të bëjmë pyetje të cilat të na tregojnë arsyeën e ekzistencës tonë në këtë punë, në këtë pozicion, në këtë biznes. Nëse arsyet nuk janë të forta, janë të dobta, atëherë rezultatet në vazhdimsi do të jenë të dobta. Është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë, të jemi të qartë për ato që të cilët ne duhet të arrijmë. Pse duam? Duhet të jemi të hapur për të mësuar. Nëse nuk jemi të hapur të mësuar, edhe vetë Zoti s'ka që na bëj. Një gjë, që ne si drejtues dhe çdo drejtues i biznesi, që nuk duhet të delegoj, është të parit të gjërave nga një këndvështrim i gjerë. Nuk të lejohet ty atij si CEO, si drejtues, ti vërtet do të bësh ndonjëherë dhe mikromenaxhimin, por nuk të lejohet ty, nuk është përgjegjësi që nuk delegoj, mos i shikosh gjëra nga këndvështrimi i gjerë, nga një këndvështrim më i lartë. Vetëm kur i shikojmë gjëra nga një këndvështrim të lartë, atëherë kuptojmë se ku ndodhemi. Atëherë na duhet një GPS, na duhet një hartë, sepse pa hartën ti nuk ka si funksion dhe GPS-in prapë. Do të thotë dikush, unë kam hartën, ti ke hartën, po s'di ku ndodhesh. Ke një hartë para, po prapë nuk di si të shkosh. Atëherë duhet edhe GPS. A këto janë konceptet të cilat neve do mësojmë te mishtroi biznesi. Me që e tham, ai tjetri ka drejt, kjo do thotë se ti je në gabim. Por nga këndvështrimi që shikosh të dy kemi të drejtë. Po puna është me fjalë neve, a kemi aftësinë që të shikojmë nga të gjitha këndvështrimet? Mbase jo. Bo skuadra jonë duhet të shikojmë nga të gjitha këndvështrimet. Në mënyrë që ta marrim vesh se kush është realiteti. Çfarë duhet të qartësojmë neve? Ne duhet të qartësojmë ku ndodhemi. Ne duhet të qartësojmë çfarë është biznesi. Pse ekziston biznesi? Çfarë nevoja plotëson? Ne do të dimë kush është roli jon në biznes. Kush është ajo që ti bën atje? Për këtë person tjetër ka nevojë. Po pse u futa në fillim në biznes? Po tani pse je? A je i kënaqur? A do më tepër? Sigurisht që të gjithë duan më tepër. Kto janë pyetje që ne do bëjmë. Do themi kush janë krizat në biznes? Ku janë ciklet e biznesit?
të cilat ne duhet të qartësojmë veten tonë dhe në të njëjtin kohë duhet të shkojmë kush është ajo gjë që ne kemi në mendjen tonë në këtë moment. Kush është ai vizion i ri që kemi ndërtuar dhe a është ai vizioni i cili na entuziazmon dhe si do ecim përpara ta çojmë atje. Dhe një pyetje tjetër që ne duhet të bëjmë vetes tonë, pse drejtimi është themeli i suksesit tonë në biznes?